Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, bëhuj i respektueshëm ndaj prindërve të tu. Respekti ndaj prindit është një vepër shumë e madhe, për arsye se nëpërmjet respektit të prindërve ti ke respektuar dhe ke ofruar dashninë e Allahut ndaj teje. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ridallah fi ridal walidain." Knatësia e Allahut është në knatësinë e prindërve. Nëse ti dëshiron knatësinë e Allahut, knaqi prindërit e tu. E nëse Zot na ruaj, dëshiron hidhrimin e Zotit, atëherë mundohet që mos të jesh i respektueshëm me ta. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam në vazhdim të hadithit tha: "Wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Dhe hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindërve. Andaj bëhu i respektueshëm ndaj tyre, duke bë lutje për ta, duke qenë i sjellshëm me ta, duke pas respekt të vazhdueshëm për ta. Kjo është mënyra më e mirë gjatë jetës së tyre, duke mundu ti respektosh ata, ta respektosh familjen të cilën ata e dojnë, vëllezërit e tyre, motrat e tyre, axhallart, tezet dhe hallat e tua apo të vëllezërit dhe motrat e tyre, duke mundu në këtë formë të jesh sa më afër respektit të tyre. Kështu Hazreti Omeri radhiyallahu anhu e tregon djali i Hazreti Omerit, Abdullah, i cili një ditë prej ditëve e pa një njeri në shkretir dhe shkoi me vrap, ja dha gomarin e tij apo kafshën e tij çta barte dhe e futi deri në hije. Të pranishmit i than: "Ja Abdullah, pse veprove këtë vepër për këtë njeri të panjohur?" Tha: "Innehu kana sadiqan li Umar." Ai ishte shok i babës tem, i Hazreti Omerit radhiyallahu anhu. Paramendoni vëllezër dhe motra, u respektue shoku i babës dhe i nanës. Çfarë vlere duhet të ketë respekti i babës dhe i nanës në vetvete? Andaj në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, mundohu të i respektojsh babën dhe nanën, nëse dëshiron, dhe jam i sigurt që ti dëshiron të arrish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Allah të qoftë i kënaqur me mua dhe me ju dhe me prindërit tanë, ya rabbel alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.